Rikthehemi në transmetimin ton direkt dhe menjëherë do të filloj me pyetjet për të ftuarat tona. Do ta nis me Aldën, e cila ka 3 vajza, të cilat janë në prag adoleshence. Mund të them që e madhja 14 vjeç ka hyrë, po. Ka kosto të larta rritja e një vajze kur bën ato llogarit? Sigurisht që ka. Besoj se edhe djemt dhe vajzat kanë kostot e tyre. Unë nuk e di se çfarë do të thotë të rrisësh një djalë, por për kostot e vajzave mund të flas dhe po, ka shumë kosto të larta. Sidomos kur arrin këtë moshën 14 vjeçare që fillojnë të kërkojnë dhe disa produkte për mirëmbajtje, për kujdesin e tyre, apo disa veshje ekstra, pasi kanë rëndësi dhe pamje tashmë në këtë moshë. Më të vogla mund t'i orientosh ti, kurse kur rriten fillojnë e zgjedhin vetë çfarë duan të veshin, kështu që kostot rriten. Si është kjo faza pastaj për mamën e ndryshimit të kërkesave të fëmijës, kur fillon dal nga dal hyn në botën e të rriturve? Kam kuriozitet ta di si është në anën në aspektin emocional. Emocione janë, e vërtet, shumë bukur e the. Emocione sepse shef që fëmia yt po rritet. Unë shpresoj që t'i kem orientuar në rrugën e dur, pasi kam qenë gjithmonë aty për ato, dhe janë emocione shumë të forta. Shpresoj që unë gjithnjë i them më të madhes time emës që ti je dhe shembull për motrat, nëse sjellja jote, paraqitja jote do të jetë shembull dhe për motrat e tua, sepse ato atë shohin. Nëse Ema më ka parë mua deri më sot, motrat e saj do të shohin Emën dhe do ndjekin hapat e saj. Edhe me përgjegjësi, domethënë. Patjetër. Të përgjegjësi të jetë motra e madhe dhe të tjera të ndjekin. Patjetër. Ndërsa për një djalë, po hidhem te Çenkuela, e cila ka thuajse në të njëjtën moshën 10 vjeç të parin, është djalë, është shtrenjtë rritja e një djali, ndryshojnë kërkesat me kalimin e viteve? Si ka ndryshuar, le të themi, që tha dhe Alda, që deri në një farë moshe ti mundosh t'i orientosh, edhe unë kam qenë një mama e kontrolluar, jam munduar që mos të shpenzoj pa kritere dhe ti përshtate moshës, por tashme që ai është 10 vjeç, përballesh me situata dhe kërkesa që për brezin ton duken dhe nga më të çuditshmet, sepse ne në kohën ton nuk bënim kërkesa të veshjeve, të firmave të njohura, të lojrave shumë të shtrenjta. Djemt janë më shumë të orientuar te PlayStation, te lojrat, të cilat kushtojnë goxha, te teknologjia, te dhoma e vetë të cilën e do ta ketë me të gjitha kushtet, madje në një bisedë normale që po bënin, po më thoshte dua të vendose edhe një frigorifer në dhomë, që të mbaj pije, do komplet atë privatësinë e vetë, edhe do me thënë 10 vjeç që tutje fillo ka kërkesa. Po, do hapësirën e vetë. Megjithatë, unë mendoj që është çështje kërkesash që mund të kenë fëmijët në këtë periudhë, por është edhe rritje kostove. Pra, nëse ne sot, për ta lidhur pak me pjesën e shpenzimeve, shpenzojmë më tepër, është sepse janë rritur kostot për shërbime, por edhe për mallra. Nga ana tjetër, janë rritur edhe kërkesat nga ana e fëmijëve. Pra, nuk janë fëmijët që mund të kënaqen me pak. Janë fëmijë të cilët duan gjithnjë më tepër. Është edhe teknologjia që ndikon, sepse një pije që ishte bërë virale në YouTube, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë globin, nuk po ja them emrin për çështje marketingu, ai donte patjetër që ta provonte, sepse kishte parë që fëmijë youtuber në të gjithë globin e promovonin, e reklamonin, edhe absolutisht që e provoj një herë pas shumë kërkesave, se është e pamundur që ti dhe ajo pija kushtonte diku te 8-9.000 lekë të vjetra, që nuk janë pak, kupton? Edhe pastaj është tjetër gjë të analizojmë nëse ajo pija vërtet ka atë lloj vlere apo është marketingu. Për ndikimin që ka marketingu sot tek fëmijët, flasim në internet që ata kanë veshje të ndryshme që i shikon internet, atlete me drita, me figura, që vinë me ca lloj kostosh që ai që nuk zgjashin më shumë se 6 muaj se i rritet këmba. I duken çmime shumë normale, pavarësisht se ne mundohemi të vëmë edhe këto arritje
e objektivave, që nëse i merë të gjitha notat këtë muaj shumë mirë. Kjo është pastaj strategjia, si menaxhojmë ne kur jemi përballë kërkesave të tilla. Domethënë sa në gjendje jemi ta menaxhojmë si. Po përballesh edhe me shok të cilët prindërit tua blejnë të gjitha gjërat, i veshin me firma, se ndoshta i kanë edhe mundësitë edhe pse jo. Kjo është një pjesë që duhet jetë pak e vështirë për prindin, kam përshtypjen, për të gjetur formën për ta përcjellë si duhet mësimin në këtë rast. Po e kaloj tek Ada bisedën për t'ja shpjeguar që deri ku shkojmë me shpenzimet. Ndoshta jap një koment në sferën personale, se si e kemi zgjidhur. Për shembull, kur fëmia është në ato fazat e hershme, unë nuk besoj që secila nga ne që ka një fëmijë, qoftë djalë apo vajzë, është kur shkon në market. Edhe kur shkon në market, të gjithë fëmijët janë të prirur që të marrin sa më shumë gjëra. Të njëjtën gjë bënte edhe i mbir. Pra i prirur të merrte sa më shumë. Sot kemi arritur, ai ka arritur që të kërkoj vetëm një gjë. Pra, merr një gjë dhe tjetrën duhet ose të këmbgul, ose të jetë i qartë që do ta marr herën tjetër. Pra, në një farë mënyre është një lloj menaxhimi kur vjesh përpara situatave të tilla, është ti zgjedh që ti kultivosh aty një sjellje në afatgjat. Dhe si mund t'ja kultivosh këtë sjellje në afatgjat, është duke lënë të kuptohet që nuk mund të jetë i hapur dhe jo çdo kërkesë e ti do të plotësohet. Pra ky mund të jetë çelësi. Qartë. Suela, me qënë se jemi tek mam vajzash, e konfirmon këtë studim që vajzat shpenzojnë shumë, më shumë se djemt? Jo, po e nisëm parë, po them ti e treguar më matematiciene, ke bërçuna. Në këtë kraj ti që e ke marrë kalan nga brenda. Shiko, po lexoj edhe unë studimet e fundit dhe realisht rezulton mesatarisht, se pastaj sipas familjes, sipas zonës ku rritesh, ndryshon edhe buxheti që ti vendos dispozion të një fëmie, por dallonte që po themi në 18 vjeçarin e parë të jetës, kostot për një vajzë ishin diku 10% më të larta. Kështu që kjo ishte e vërtetuar, po themi, nga studimet të bëra me kampionet të caktuara. Nëse ti rrit fëmijën në Tiranë dhe nëse rrit fëmijën në Korçë, po themi, ose në Tropoj, patjetër që ndryshojnë dhe kostot, nëse rrit në qytet apo rrit në fshat, ndryshojnë dhe kostot. Ka një ndryshim në kostot. Megjithatë kthehemi tek Tirana, e cila i ka kostot më të shtrenjta. Tani këtu jemi real, dhe për sa kohë ne kemi hise dhe Tiranën, kemi edhe vajza që ti kemi me jetë, se kjo duhet të thënë, kanë kosto, patjetër që kanë kosto, dhe unë dalloj tani ndryshimin mes asaj që është 10 vjeçare dhe vajzës që është 14, po mbush 14. Ndryshimi fillon fiks diku mbas si mbush 11 vjeç. Pra te kjo e vogla priset me një visa ta ngrohen motorët, se është ende në fazën që pranon të ketë rrobat e motrës. Pra, do me thënë ato që kalon e madhja, mund të përdorim tek e vogla, futet me mik tek e madhja për të marrë në një gjë që i duhet, për shembull, një parfum ose diçka nga këto të thjeshtë që ne marrim për fëmijë, ndërkohë tek e madhja patjetër shikon që pretendimet janë rritur, ajo don të ndjej që është një vajzë e rritur, ato që i ka mami, dhe mund të marrim lejë për t'i marrë mamit, po ndërkohë unë të doja mami, po themi diçka për të pastruar fytyrën, dhe një ka dalë kjo moda e skin care që në moshën 8 vjeçare, e po është problem kjo. Fëmijët janë të ekspozuar. Dhe e bëjnë të gjitha shoqet e klasës, ndërkohë ti thua që shiko mam, 13 vjeç s'ke nevojë për skin care, domethënë parim, lëkura jote i ka të gjitha gjërat vetë dhe por këto janë kosto, duken pak, por janë kosto. Se po themi është një shkollë gjithë, po më shiko mami, unë nuk e vendos me ngjyrë si shoqet e klasës, se ky është kompromis i madh. Ama ta kem pa ngjyrë buskuqin. Sepse është kjo përshtatja pra me ritmin e shoqërisë. Që ne mundohemi të bëjmë ato të mesmen e arë, që e thot, ti nuk e do që unë ta kem rimelin e zi, që të më dalloj syri, po të paktën ta kem transparent për qërpikun, edhe do të thashtë këto janë probleme shumë të vogla, janë probleme të vogla, o zot këto i qofshin, por që nëse ti mbledh pasaj në fund të muajit sa kosto, janë kosto. Kemi dëshirë, po themi, një kurs taekwondoje, kemi dëshirë një kurs ekstra të caktuar, për shembull, sepse ne tani jemi të kjo pika që, dhe unë besoj fort që nëse ti don të ndërtosh vajza me vetbesim, ato ka nevojë të jenë të pasura nga i gjithë ajo që ka ato duan për jetën e tyre, ta testojnë, të paktën ta provojnë, po këto gjitha janë me kosto. Tani, te vajza madh du ta pranojë, pra ajo sot kupton edhe çfarë është kostoja. Pra do të thënë tek vajza e madhe, ku duhet të nisë kjo? Me thënë të drejtë unë e kam nisur që tek e vogla, dhe ka një moshë që ta bësh kuptoj që shiko kjo ka një kosto edhe është mirë që ne ta mendojmë 2 herë para se blejmë. Të pakta nga eksperienca dhe me aq sa unë merrem me fëmijët, me prindërimin. Pra po themi që nga klasa e 2, ku fëmijët kanë bërë disa shifra, ku din të mbledhin të zbresin, e dikush ka qenë krahasimi i parë që i kanë bërë fëmijëve kur donin blinin diçka. Pra po themi nëse ato donin shumë pica,
Unë i thoja, kjo gjëja që do në ti kushton 3 pica. Dhe kjo ishte për to dilemë, që ne do duam të shkojmë të hamë 3 pica, apo do marrim të gjënë që... Ose bëja kompromis dhe pastaj i thoja, po me diçka që ato e kuptonin. Pra, akullore, po themi një gjë e voçkël, dhe ky ishte krahasimi që filluan ta kuptonin, që tani bëjnë një lloj, po themi, pazari. Pra të vlerësojnë deri diku atë që duan më shumë dhe është më mirë. Tani zgjedhim do ham 3 pica, apo do blejmë këtë lodrën që ti do e hedhësh dhe nuk do e përdorësh. Ndërkohë vajza e madhe patjetër sot kupton. Është një lloj ndikimi financiar ky pra. Që unë kam nisur realisht në klasën e dytë. Që në klasën e dytë të konvertuar në vlerë, se faktin që i kam thënë mami kjo kushton, është shtrenjtë, unë lodhem. Kjo është tjetër gjë. Domethënë unë lodhem, sot nuk kam nevojë të jashtë të madhe. Unë personalisht si prind, unë personalisht si prind, jo, personalisht si prind, e kam shumë të vështirë të gjej momentin se kur duhet i flasë fëmijës tim për rëndësinë e shpenzimeve të larta. Që do thotë dhe domosdoshmërinë e kursimit. Sepse nëse e bëj herët, unë kam frikë, sepse ai do të rritet me idenë që ne nuk kemi, është shumë e vështirë t'i bëjmë lekët, pra nuk dua t'ja ngullis këtë pjesëm. Ka një moment që unë dua që edhe t'ja kultivoj një sjellje të mirë, po nga ana tjetër ta bëj të ndërgjegjshëm. Çdo prind e peshon vetë se momentit se të fëmija është gati, por ne nuk mund t'ja lëmë lirshëm. Çfarë po themi do ishte rëndësishme? Fëmijët ti nuk mund t'i shpjegosh në ambiente publike. Ato e din shumë mirë ambientin publik, pushtetin e tij dhe mundohen ta shfrytëzojnë avantazhin e tyre. Çfarë ndodh? Ne kujtohemi për të diskutuar një temë me fëmijët kur jemi lokal. E kur jemi një ambient që s'kemi as çaj themi. Në moment. Ndërkohë ky është në avantazhin e tyre. Dhe sepse ne, po ato janë në avantazh. Se ti nuk e ngre dot zërin, se ti nuk i shpjegon dot shumë gjëra, dhe ti je i humbur. Dhe po kjo është teknikë të gjithë fëmijëve. Në ambiente publike, në market, në lokal, në restoran, aty është hapësira. Momenti. Përpara. Po, veçanërisht, sa po takon do i tafër, ma ta aty. Aty dhe. Filloj me kërkesë. Megjithatë, unë mendoj që shpenzimet për fëmijën janë çështje mundësish, që kanë prindrit, edhe çështje prioritetesh, pra çfarë duan prindrit. Unë kemi diskutuar dhe dje me Agidën dhe dua ta bëjmë pak në makro, për të përfshirë të kostot. Vetëm një moment që të ndjek edhe unë një skalet. Do të bëjmë vetëm pak publicitet dhe kur të kthehemi do të ndalim edhe te kostot në përgjithësi, siç ju thash në hyrje të programit. Do të bëjmë një analizë pra në përgjithësi se sa duhet të shpenzosh për një rritje mesatare të fëmijës. Së pari do të marrim mendimet e të ftuarave në këtë aspekt, pra nëse ju keni po themi një ndarje që është për ushqimin, për veshjen, për shkollimin e të gjitha me radhë kurset, për të marrë një përshtypje personale dhe eksperiencë personale dhe më pas me Adën si një gazetare ekonomie të na jap atë përshtypjen e përgjithshme dhe analizën e përgjithshme pas pak.